Receta që do të përgatisim sot është me pak përbërës dhe shumë shije. Për këtë recetë do të na duhen 3 speca. Do t'i presim specat në forma kubike në mallësi mesatare. Pasi kemi përfunduar me prerjen e specave, do t'i vendosim të skuqen me pak vaj në temperaturë mesatare duke i përzier her pas here. Ndërkohë që specat vazhdojnë të skuqen, në një enë do të hedhim 2 vezë, 500 ml kos natyral me 3.5% yndyrë nga lufra, do të hedhim 100 ml pana ose ajk, krip dhe një lugë miell. Do t'i përziej mirë. Të gjithë masën tashmë do ta hedhim tek specat, të cilat janë skuqur dhe janë zbutur. Do t'i vendosim kapakun dhe do ta lejmë të ziejë për disa minuta derisa të fillojë të marrë vaj dhe më pas do ta fikim. Ndërkohë do të shkrijm pak gjalp, rreth 10 gram gjalp nga lufra. Dhe një lugë çaji piper të kuq. Tashmë masën do ta hedhim sipër tek specat kur t'i kemi gati, sepse jep një aromë dhe një shije shumë të mirë. Pas disa minutash ka filluar të ziejë dhe është gati. Do t'i hedhim sipër masën e gjalpit dhe më pas mund ta konsumoni. Nëse e provoni në këtë mënyrë ju bëft mirë dhe nëse video ju pëlqeu mos harroni të bëni një like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.